Përfaqësuesi i lartë të Bosnjë e Hercegovinë, Kristian Schmid, ka marrë vendim për të pezulluar pagesat nga buxheti në të gjitha nivelet në Bosnjë për Aleancën e Social-Demokratëve të Pavarur, e cila drejtohet nga Milorad Dodik, si dhe për Partinë Politike Srpska e Bashkuar, e cila është partnere në koalicion me partinë e Dodik në entitetin e Republika Srpska. Duke folur në Sarajev, Schmid tha se pezullimi i financimit vlen për buxhetet në të gjitha nivelet, nga i shtetëror i entiteteve deri te ai komunal, duke theksuar se veprimet kundër marrëveshjes së Daytonit kanë pasoja dhe se ai do të rishqyrtojë vendimin e tij pasi ato të ndalen. Schmid theksoi se me vendimin synon të mbështesë përpjekjet e institucioneve të Bosnjës për t'u kundërvënë sulmeve flagrante të koalicionit qeverisës ndaj parimeve themelore të marrëveshjes së Daytonit, si dhe rendit kushtetues juridik të Bosnjës. Përfaqësuesi i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare në Bosnjë ka kompetenca të cilat janë konfirmuar edhe nga Gjykata Kushtetuese e Bosnjës, si dhe Gjykata Europiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg, për të imponuar ligje dhe për të shkarkuar zyrtar. Ai gjithashtu ka ndryshuar kodin penal të Bosnjës dhe ka përcaktuar që vendimet e tij janë të detyrueshme. Dodik së bashku me kryetarin e Kuvendit të Republika Srpska dhe liderin e Partisë Srpska e Bashkuar, si dhe me kryeministrin e Republika Srpska, dyshojnë për sulm ndaj rendit kushtetues, në një hetim që prokuroria e Bosnjës po zhvillon që nga fundi i vitit kaluar. Në mars të këtij viti u lëshuan fletë arrestime qendrore ndaj tyre, pasi ata nuk u përgjigjën ftesës për t'u marrë në pyetje. Kryetari i Republika Srpska Milorad Dodik ju drejtua publikut pasi që përfaqësuesi i lartë vendosi të pezullojë fondet buxhetore për Aleancën e Social-Demokratëve të Pavarur dhe Serbët e Bashkuar. Me këtë rast ai ka thënë se do të arrestoj Kristian Schmid. Dodik përsëri kritikoi ashpër këtë të fundit duke sfiduar legjitimitetin dhe autoritetin e tij dhe tha se Republika Srpska nuk do respektojë asnjë vendim që ai merr. Ai u shpreh gjithashtu se Republika Srpska do reagojë duke pezulluar zbatimin e akteve të diskutueshme dhe do të kërkojë marrëveshje të re për të ardhmen e Bosnjë e Hercegovinës. I pyetur për numrin e madh të policëve që shoqërojnë gjatë daljeve publike, Dodik tha se kjo thjesht tregon se sa i rëndësishëm ai është. Policia, tha Dodik, po vlerëson rreziqet e sigurisë dhe ka arritur në përfundimin se siguria është e nevojshme. Më 26 shkurt, një gjykatë e Bosnjë e Hercegovinës e dënoi Dodik me 1 vit burg dhe 6 vjet ndalim për zëvendësimin e posteve qeveritare për injorimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë Kristian Schmid. Republika Srpska nuk i njeh kompetencat e zyrtarit që kur ai u emërua në vitin 2021 në kundërshtim me procedurat e përcaktuara nga marrëveshja e Daytonit. Çdo vit, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit e Kosovës publikon pasurinë që zyrtarë shtetëror deklarojnë se e posedojnë, banesat toka vetura para të gatshme. Ja çfarë do të dini nga deklarimet e fundit. Në fund të marsit të vitit 2021, qeveria Kurti 2 nisi mandatin e saj të plot, mandat të cilin po e vazhdon ende në detyrë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe 15 ministrat e tij, të gjithë kanë dorëzuar deklarimet e pasurisë të vit. Sipas të dhënave në këto deklarime, ministri në detyrë Ekonomisë Ertane Rizvanolli ka dukshëm më shumë para se kolegët e saj në llogari bankare. Megjithatë, që nga deklarimet e para në vitin 2021, kur ishte emëruar ministre, Rizvanolli kishte deklaruar mbi 191.000 euro para të gatshme. Ajo kishte deklaruar se këto para i kishte fituar gjatë angazhimeve të saj të menjëhershme, si konsulente dhe ligjëruese në organizata e institucione të ndryshme, si Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Për shumicën prej tyre, pjesa më e madhe të ardhurave vjetore vijnë nga pagat që marrin për pozitat që ushtrojnë. Përveç parave të gatshme, zyrtarë shtetëror detyrohen të deklarojnë dhe pasuritë e paluajtshme në posedim të tyre dhe të familjarëve të afërt. Pasurinë e tyre detyrohen ta deklarojnë të zyrtarë të tjerë publik. Në këtë listë hyn dhe zyrtarët e partive politike si Memli Kresnishi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, presidenti Vjosa Osmani, si dhe Glauko Njufsa, i cili për 4 vjet mbajti postin e kryediplomatit. Pasuria e tyre deklaruar së fundmi sa u përket parave të gatshme në llogaritë e tyre bankare, dallon nga ajo që ishte deklaruar 4 vjet më parë. Disa janë pasuruar, disa kanë deklaruar 10 mijëra euro më pak.